ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Kemi mri të fundi i temës, cilën autorit e titullon thot tema se çfarë është përcjell rreth rukjeve dhe ajmalive. Në fund autorin, në fund së temi sjell dy ethere. Një prej Sejid ibn Gjubejrit radiallahu anhu, thot uad Sejid ibn Gjubejr radiallahu anhu qal, thot Sejid ibn Gjubejri, Allah qoftë në kënaqur prej tij, ka thënë: "Man qata'a tamimatan min insanin kana ka adli raqaba." Ai cili e kput një hajmali prej një personi, prej një njeriu, shpërblimin e ka sikur me liru një rob. Shpërblimi i tij është sikur me liru një rob. Do thonë, përpara që kanë qenë njerëz trobrum apo që ka qenë sistemi sklav pronar, ka pas sklav. E për shpërblimeve të mëdha që Allah subhanahu taala ka përgatitur për muslimanin është kur ai liron një rob apo disa robë kështu më radh. E Sejid ibn Gjubejri po thotë, me akpu dikuj një hajmali, është sikur se me liru një rob. Kjo tregon vlerën e madhe kur njeriu i lufton hajmalit, edhe i largon ato pi trupit njeriut, ose të njerëzve kështu më radh. Për arsye se hajmalia që kemi sqaruar shirk, ka shirk i vogël. E shirku i vogël është shkak që njeriu me hin zjarr xhenemit. Por nuk është vetëm shirku i madh, por edhe shirku i vogël është për shkaqeve që njeriu hin zjarr xhenemit. Pra Allah subhanahu taala ka kërcënuar atë person i cili vepron shirk të vogël, e ka kërcënuar me zjarr xhenemit. Edhe ka treguar Allah subhanahu taala se shirku nuk e fal. Pavarësisht është shirku i madh apo shirku i vogël. Allah subhanahu taala në surën Nisa janë dy ajete të ngjashme, ajeti 48 edhe 116. Allah subhanahu taala thot: "Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih." Vërtet Allahu nuk e fal kur dikush i bën shirk atij. I shëshon atij në adhurim dikon tjetër apo diçka tjetër. E këto hyn si shirku i madh, ashtu edhe shirku i vogël. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "Men mata wa huwa yad'u min duni Allahi niddan dakhala an-nar." Ai cili vdes duke adhuruar diçka tjetër të barabartë me Allah subhanahu taala ose dikon tjetër si të barabartë me Allah, ai do të hyjë në zjarr xhenemit. Edhe hadithi tjetër ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "Men mata wa huwa yushriku billahi shay'an dakhala an-nar." Ai cili vdes duke i bërë shirk Allah subhanahu taala diçka, çfarë do të qoftë ajo? Po pavarësisht është shirk i madh apo shirk i vogël. E çfarë do të qoftë ajo gjë me cilën i bën shirk Allah subhanahu taala, kjo do të hyjë në zjarr xhenemit. Prandaj ai i cili e kput një hajmali prej një personi, ose që e ka të varur në qafë apo dikun trup, e merr edhe ja kput atë hajmali, ja largon prej trupit, atëherë ai e ka shpërblimin, apo kjo vepër e tina është në pozitën e veprës të lirimit një robi. Po kur përpara ka qenë që shta më herët, njerëz kanë pas rob, edhe për shpërblimit të madh që Allah subhanahu taala ka përgatitur për njerëz është kur ata i kanë liruar këta rob për robërisë. Po pse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e bani këtë krahasim? Po jo, vërtet pse Sejid ibn Gjubejri e bani këtë krahasim? Që ai i cili e kput një hajmali, e largon prej trupit dikujt tjetër, është sikur me liru një rob. Për arsye se çu tham, kjo vepër, pra vendosja e hajmalive edhe ngjitja e hajmalive në trup, është prej gjërave që shkaktojnë hidhrimin e Allah subhanahu taala, edhe shkaktojnë që njeriu, ose si pasojë ka që njeriu nëse nuk pendohet, me hyn në zjarr xhenemit. Prandaj ai cili e kput këtë hajmali prej këtij personi, atëherë në një farë mënyrë ai e ka liru ato prej zjarrit xhenemit. E ka pështu ato prej zjarrit xhenemit. Edhe ne pedim që për duave që i bajmë është se e lusim Allahun që mbi liru qafat tona prej zjarrit xhenemit. Edhe ai i cili e liron, pa e shpëton një njeri prej hajmalis, edhe faktikisht ai e ka liru ato dhe ka shpëtuar prej zjarrit xhenemit, prandaj është shpërblim me të njëjtin lloj të veprës. Ashtu siç e ka liru këtë njeri, e ka shpëtuar prej zjarrit xhenemit, kuptohet me si shkak, kurse e gjithë shkaku i kthehet te Allah subhanahu taala. Mirë, po ky është bërë shkak që këtë njeri me shpëtuar dhe me liru prej zjarrit xhenemit, atëherë Allah subhanahu taala e shpërblen me të njëjtën vepër. Ose e shpërblen me shpërblim të llojit njëjtë veprës. Pra sikur me liru një rob
prej skllavërisë apo prej robërisë në cilën është ai. Kështu ka thënë Said ibn Jubairi për arsye se shirku është robëri. Ai që i bën shirk, ai është rob i shejtanit. Pra ai zgjedh me kon rob i shejtanit në vend që me kon rob i Rahmanit, rob i Allahut subhanahu wa taala. Ka Ibn Qayyim Allahu mëshiroft i ka thënë do fjalë të mira rreth saj, në varg poetik thot: harabu min ar-riq alladhi khuliqu lahu. Ata kanë ik prej robërisë për të cilën janë kriju. Pra na gjithë jemi kriju me kon rob të Allahut subhanahu wa taala. Ata që bojnë shirk dhe bojnë kufër, ikin për kësaj robërisë. Po kanë ikë për robërisë edhe ikin për robërisë për cilën janë kriju, apo shkaku i cilës ata janë kriju dhe sot ekzistojnë. Fabulu bi riqqi nafsi wa shejtani. Thot mirë po janë sprovu e janë bërë rob të shejtanit edhe të nefsit tyre, tepshit tyre. Pra ai i cili Allah subhanahu wa taala gjithë njerëzit i ka kriju me qenë rob e skllav të Allahut subhanahu wa taala. Mirë po kur njeriu i bën shirk, ata që i bën shirk Allah subhanahu wa taala kalojnë prej kësaj robërie në një robëri tjetër. E bën rob të shejtanit, bën rob të nefsit tyre, të shpirtit tyre dhe të tepshit dëshirave tyre. Pra njeriu u kriju për një qëllim vetëm. Ai është me adhuru Allahun subhanahu wa taala vetëm. E kur ai e braktis këtë shkak për cilin është kriju, e braktis adhurimin e Allahut subhanahu wa taala, atëherë bëhet rob i shejtanit. Pra njeriu gjithsesi ka me kon rob. S'ka mundësi njeriu me kon i lirë që shpretendojnë njerëz. Pra me pas liria absolute. Qështë janë këto sloganet e njohura të disa ideologjive, të thonë bashkëore, që thirrën liri, barazi e kështu me radhë. Nuk ka mundësi të thonë njeriu me kon i lirë absolutisht. Gjithsesi ka me kon rob. I ose ka me kon rob i Allahut subhanahu wa taala, robëri për cilën është kriju, ose ka me kon rob i shejtanit edhe i nefsit tina. Pra ai i cili e largon këtë fenomen të shirkut prej dikujt, ose prej një muslimani, atëherë është çish po thotë se i më xhobere sikur me liru një tjetrin prej robërisë, por shpërblimin e ka të njëjtë. Shpërblimin se vapën të Allah subhanahu wa taala ka të njëjtë. Mirë po dietar thonë se ai këtë hajmali do të më kaput në mënyrën më të mirë, do të më largu pi trupi tjetër në mënyrën më të mirë. Mos më bëj këto me arrogancë dhe me dhun, do të thotë me shpërsi. Po arsye se kjo pastaj rezulton në armiqësi dhe për çfarë të tjera, po thotë pasojë të tjera dhe më të mëdha. Nuk do mundohet në mënyrën më të mirë që më largu këtë hajmali pi tjetrit. Përveç thonë në rastin kur njeriu ka pozitë, që është udhëheqësi i shtetit apo gjykatësi musliman në ato vende ku ka gjykata islame, apo muftia apo një dietar me peshë, atë i lejohet që këtë keqe me largu me forcë, me dorën e tij. Dhe po nëse dikush nuk e ka këtë pozitë, atëherë do të që në mënyrën më të mirë më mundon mi largu këtë fenomen të shirkut për njerëzve. Pra Said ibn Jubairi po konsideron shirkun si robëri. E ai i cili largon këtë shirk për tjetrit, atëherë është sikur me liru këtë person prej robërisë, do thotë prej robërie e cila është diçka që e poshtron njeriu, në nënçmon ato, e çon pozitë shumë toj. Edhe po tregon se ai i cili vepron kështu, atëherë këtë person do thotë e ka liru, e ka vë person të lirë. Po ai i cili largon tjetrin, bëhet shkak që me largu tjetrin për shirkut. Atëherë ai ka qenë shkak që me liru ato, e vë person të lirë. Pra me liru për adhurimit krijesave, e me drejtu drejt adhurimit krijuesit vetëm. Jo dikuj tjetër përveç tina. Po kjo është liria e vërtet. Kjo është liria e saktë. Kur adhuron Allah, njeriu Allahun vetmin, ai nuk i bën shirk atina. Kjo është liria reale dhe liria e vërtet. Pra nuk është liri që njeriu më i bën shirk Allah subhanahu taala, më i bën kufër dhe më besu çka don. Që i shohim sot që njerëz vazhdimisht thrasin edhe thonë njerëz janë të lirë në besimin edhe akiden e tyre. Mund të zgjedhin çka dojnë ata. Ma nuk e themi këto. Po gjithsesi njerëz dohet më u kthy shkakut ose arsyes për cilën janë kriju. Po njerëz janë të lirë vetëm atëherë kur e adhurojnë Allahun subhanahu wa taala vetëm. Edhe kur njeriu adhuron Allahun subhanahu wa taala, kjo nuk është që ai nënçmohet edhe poshtrohet. Përkundrazi kur njeriu bëhet adhurues, rob adhurues i Allahut subhanahu wa taala, atëherë kjo është shenjë e nderimit tina. Pra Allah subhanahu wa taala nderon këtë person edhe ngrit lart. Po kjo është nder, pozitë e lartë për atë person i cili bëhet rob i Allahut subhanahu wa taala. Kurse me adhuru dikon tjetër veç Allah subhanahu wa taala, atëherë ai person e ka ul veten dhe ka poshtruar veten.
Pa arsye se u bë robi një krijesë tjetër. Pra çështë ta nuk ka mundsi njeriu me ka një lirë. Ose do të qenë robi i Allahut subhanahu teala, ose do të qenë robi i shejtanit edhe i epshit apo nefsit tina. Allah subhanahu teala e ka përshkruar të dërguarin e tina Muhammedin sallallahu alaihi wasallam që është robi i tina. Pra ka përshkruar me ubudie. Pra njeriu më ndershëm, më të respektueshëm te Allah subhanahu teala ka përshkruar se ai ka ubudie, pra është rob adhurues i Allah subhanahu teala. Në shumë vende në Kur'an. Për ty është ajeti i parë surës Isra, ku Allah subhanahu teala thot subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Fali i pastër edhe i lartë është ai i cili i lartësuar është ai i cili e bani që robi i tina, pra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me udhtu prej Mesjidul Haramit, prej Mekës në Mesjidul Aqsa në Palestinë. Po kjo tregon se vërtet njeriu është i lirë atëherë kur bëhet rob i Allah subhanahu wa taala. Atëherë e arrin lirinë e plot. Kurse kur është rob i dikujt tjetër, atëherë ai është, do thot, në robëri të vërtet, ose rob i shejtanit, ose rob i epshit edhe nefsit tina. Pastaj kjo thënie e Said ibn Jubairit çish interpretohet. Po ka thonë që ai i cili e liron tjetrin prej hajmalis, për e largon atë hajmalior sikur me lirun e rob. Pa dietar ka thonë që kjo thënie Said ibn Jubairit interpretohet edhe shpjegohet që është thënia e vetë sahabeve, shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për arsye se kjo është një gjë që nuk thuhet, nuk mundet me kon si opinion i Said ibn Jubairit, ijtihadi tina. Pa ka bëj ijtihad edhe ka thonë këto. Alhamdulillah. Por kontrazi, gjithsesi Said ibn Jubairi këto e ka dëgjuar prej sahabeve. Prandaj kjo thënie tek dietat e merr dispozitën e hadithit mursal. Po mursal çka është? Është hadithi që thot tabiini mirë, po nuk e përmend sahabin. Po transmeton pe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam direkt, pa e përmend sahabin si transmetues mes tij dhe mes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po këto Said ibn Jubairi po tregon vlerën e madhe dhe vlerën e veçantë për atë i cili e kput një hajmali prej tjetrit, e largon një hajmali prej tjetrit. Po shpërbimi i këtij personi është sikur me liru një njeri i cili është i robur. Prandaj, po derisa është kështu, atëherë këto nuk ka mundësi Said ibn Jubairi me thonë me mendjen e tij. Po këto gjithsesi do thotë ka dëgjuar ose prej sahabeve ose së thënia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra kjo, prandaj dietar thonë që si përfundim del që kjo thënie është vetë marfu, pra është thënia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra si Said ibn Jubairi është tabiin, edhe është prej nxënësve të Ibn Abbasit. Pra edhe pse se ka përmend sahabin që transmeton, mirë po, kjo është thënia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kështu e sjellën dietar si përfundim që kjo thënie edhe pse është thënia e tabiinit, mirë po është hadith mursal. Po është hadith mursal. E sa i përket sa lejohet me argumentu me hadithin mursal apo jo, atëherë dietar kanë mos pajtime mes tyre. Imam Ahmedi, Imam Maliku argumentojnë edhe pranojnë hadithin mursal se hadith hasan, do se hadith sakt. Kurse Imam Ebu Hanifja gjithashtu argumenton me hadithin mursal. Imam Shafiu ka vendosur disa kushte kur lejohet me argumentu me hadithin mursal e kur jo. E disa dietarë ka thënë që lejohet me argumentu me hadithin mursal kur domethënë edhe kuptimi i tij është i njohur, pra ka bazohet mbështetet dikon parime për gjithshme të islamit. E kjo është një prej tyre. Po ky hadith ka bazë në parimet e përgjithshme islame. Kështu që do thotë lejohet edhe pse është hadith mursal, lejohet me argumentu me to dhe me thonë që është për hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kurse disa dietar ka thonë kur tabiini flet për disa gjëra, për disa çështje të cilat nuk mundën mu arrit përmes ijtihadit, po përmes mendjes, po nuk mundën mu ndërlidh. Pasi se kjo është një shpërblim cilin e din vetëm Allah subhanahu taala. Pra tabiini, i cili është thika, do të thotë i besueshëm, nuk mundet me thonë këto për mendjes tina. Me thonë që ai që e bën këto ka kjo shpërblim në mënyrë të prerë. E ta dietar thonë që kjo interpretohet se ai e ka dëgjuar si thënia e sahabijut edhe është si thënia e sahabijut. Po është sikur me thonë kom dëgjuar filan sahabin du thonë kështu. Edhe kjo
do thotë si përfundim dal që është ijtihad i sahabiut, i shokut, ndonjë shokut për shokut pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mi po ky mendim është i dobët. Po mendimi i saktë është ai që e thamë më lart. Që tabiini kur fol për një çështje të fesë, e cila nuk mund të arrihet si përfundim, si deduksion logjik, atëherë gjithsesi do thotë kjo është thënie e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është hadith mursal. Edhe hadithi mursal që thamë më lart, nëse mbështetet në argumente tjera, bazohet në argumente tjera të sakta, atëherë ai planohet si hadith i saktë dhe lejohet me argumentu me të. Pastaj autori po thotë rawahu Waqi. Këtë atëherë transmeton Waqi. Waqi është Waqi ibn al-Jarrah ibn Waqi al-Kufi, po pi banorët të Kufës. Edhe ka qenë për imamëve të kësaj feje, po ka qenë thika i besueshëm, edhe ka qenë për imamëve të kësaj feje. Ka shkruar shumë libra. Për ty është libra Atina al-Jami, edhe libra tjera. Pra për Waqiit transmeton Imam Ahmedi dhe brezi i tina. Po ka qenë një brez më lart se sa Imam Ahmedi. Pra Imam Ahmedi dhe ata dietarët e bashkëtarët e Imam Ahmedit kanë transmetuar për Waqiit. Edhe ky ka vdekur në vitin 197 të Hijretit. Gjithashtu këtë thënie të Sejid ibn Gjubejrit e transmeton edhe Ibn Abi Shejbe në librin e tij Musannaf, në vëllimin e 7, numër 375. Pastaj autori e sjell një athar tjetër thotë an Ibrahim. Walahu an Ibrahim. Gjithashtu thotë Waqi transmeton për Ibrahimit. Ibrahimi është Ibrahim ibn Zaid an-Nakhai el-Kufi, gjithashtu është banorët të Kufës, e cili ka pas kunjen Abu Imran. Gjithashtu edhe ky ka qenë thika i besueshëm, edhe ka qenë imam për imamët të kësaj feje. Edhe ka qenë për fukahave, dietarët më të mëdhej të Kufës. Dietari i madh Mizzi thot dakhala ala Aisha wa lam yathbut lahu sama'un minha. Sot ka hyrë te Aisha, mirë po nuk pohohet, nuk vërtetohet që ka dëgjuar ndaj hadith për Aishës radhiyallahu anha. Edhe ky ka vdekur në vitin 76 në moshën 50 vjeçare. Po kur ka pas 50 vjet ka vdekur. Ibrahim an-Nakhai është nxënësve më të mëdhej të Abdullah ibn Mas'udit. Edhe pas Abdullah ibn Mas'udit në Kufë, dietari më i madh që ka mbetur pasina ka qenë Ibrahim an-Nakhai. Çfarë ka thënë Ibrahim an-Nakhai? Ka thënë kanu yakrahuna at-tama'ima kullaha min al-Qur'ani wa ghayri al-Qur'an. Thot ata, po dietarët e kohës ti i kanë urrejt gjitha hajmalijat, pa përjashtim. Pavarësisht ta kanë qenë hajmalia në cilat ka pas Kur'an apo hajmalia tjera. Po kush i ka urrejt hajmalijat? Nxënësat e Abdullah ibn Mas'udit. E prej tyre është vetë ky Ibrahim an-Nakhai që transmeton. Prej tyre është Suwaidi, Alqama, Rabi ibn Khuthaym, Abid al-Salmani, Abu Wa'il, al-Harith ibn Suwaid, Masruq, Suwaid ibn Ghafala, edhe të tjerë prej nxënësave të Abdullah ibn Mas'udit dhe që kanë qenë prej tabienëve më të mëdhenj, po prej dietarëve më të mëdhenj të gjeneratës së tabienëve. Gjithë këta do thotë kanë urrejt që njeriu me ngjit hajmali pavarësisht është prej Kur'anit apo janë prej hajmalive të tjera. Këtë term kur e përdor Ibrahim an-Nakhai e ka për qëllim do thotë nxënësat e Abdullah ibn Mas'udit, po kur thotë kanu yakrahuna e kanë urrejt. Po dietarët e hadithit që shohin si hufadh, pra hafuzat e hadithit, po dietarët e mëdhenj hadithit që është irakiu dhe tjerë, tregojnë se kur të thotë Ibrahim an-Nakhai këtë fjalë, kur të përdor këtë term, pra ata e kanë urrejt, qëllimin e ka, do thotë dietarët e kohës tina. Po nxënësat e Abdullah ibn Mas'udit e kanë urrejt që njeriu me bëjt hajmali. E kanë urrejt pavarësisht është prej Kur'anit apo është prej gjërave tjera. Kjo ka qenë besimi të tabienëve më të mëdhenj. Po nxënësave të Ibn Mas'udit dhe të tjerë. Po gjithë ata nuk kanë bërë përjashtime sa i përket hajmalive. Po kanë bërë që hajmalit janë të urrejtura në përgjithësi. Pavarësisht janë prej Kur'anit apo janë prej gjërave tjera. Edhe çush kemi thonë edhe na më herët, që mendimi më i saktë i dietarëve është ata të cilët thonë se hajmalia të gjitha janë ndaluara. Pavarësisht ka në to Kur'an apo nuk ka Kur'an. Kjo thënia, pra kemi përmend se shkaku pse janë ndaluar hajmalit, i kemi përmend disa shkaqe. Prej tyre është
se në hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është përmend mirë përgjithshme që hajmalit janë shirk. A pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka bërë përjashtim. Prandaj për me veçu diçka prej këtij përjashtimi, atë do të më sjell argument dikush. Pa arsye se veçimi është ligjësim. Po të shri është ligjësim që gjithsesi do të më pru argument nëse dikush thotë se hajmalit për Kur'anit janë të lejuar. E për këto nuk ka argument. Pra nuk ka argument që hajmalit janë të lejuar. Pastaj kemi thënë që kur themi se hajmalit janë ndaluar, atë me këto jam shelum derën shumë të këqijave. Prej tyre është se nëse ne dëshirojmë mi ndalu tjetë për bajtjes të hajmalive, e themi se hajmalit me Kur'an janë të lejume, atër kur e shohim dikon të e bajt një hajmali, nuk mundem i thonë heka të hajmali se nuk lejohet me bajt. Pa e se në nuk e dina është për Kur'anit apo për hajmalive tjera. E nëse te e pyet ato, a ki këtë hajmalin, a ka në Kur'an ato apo është hajmali tjetër, ata nuk ta tregon vërtetën. E nëse është hajmali, në cilë nuk ka Kur'an, sa tjo është hajmali që ka Kur'an, e në këtë mënyrë do thotë ne nuk arrim me ndalë këtë keqe, pra me ndalë hajmalijat në cilat ka shirk, apo në cilat nuk ka Kur'an. Për gjëra të tjera që jam shelëm këshia nëse theme se batja hajmalija në Kur'an janë ndalume, është se ata cilat i batin këto hajmalija, po shumicën e raste janë njerëz ignorant, janë për njerëz të thjeshtë që nuk kanë dije, njerëz të rëndom. Ata besojnë që vetë kjo hajmali ka një efekt veçantë, special që ndikon e ja largon smundjen apo dhimbjen apo mësyshën e kështu me radhë. Pra nuk e besojnë që këto hajmali janë vetëm si shkaqe. E në këtë mënyrë bojnë shirk, po bojnë shirk të madh, apo shirk të vogël. Prandaj kur themi se hajmalin përgjithësi janë ndaluar, atëherë e mshelum derën kësaj të keq. Për gjëra të tjera që kemi përmendur është se nëse i ndalojmë hajmalit, do themi se hajmalit me Kur'an janë ndaluar, ose nëse themi se hajmalit me Kur'an janë të lejuar, atëherë kjo rezulton që njeriu i cili bot hajmali në cilën ka Kur'an me ekspozu këtë hajmalin ndaj vendeve të papastërta, ndaj fllëqësirave kështu me radhë. Po ose hin WC me to, hin nevojtore, ose e ka të hajmalin me vetin në gjendje në raste në rrethana kur nuk lejohet muslimanin me pas diçka për Kur'anit në ato momente, në ato rrethana. Gjithashtu kemi thënë se nëse themi që hajmalit me Kur'an janë të lejuar, ata njerëz largohen edhe tregohen të pavëmendshëm ndaj gjërave që janë të ligjësuar. Për shembull, nëse e merr dikush edhe e shkruan Ayatul Kursin edhe ngjet si hajmali këtu. Atëherë ai ka menduar që kjo i mjafton atina dhe nuk ka nevojë me lezu Ayatul Kursin më ngjas edhe në mbrëmje ose para se mëron me fjalë kështu më radh. Se thotë unë kam me vetë Ayatul Kursin, s'kam nevojë me lezu. Edhe kështu do thotë tregohet i pavëmendshëm ndaj asaj e cila është e ligjësuar ka në sunetet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, me këtë gjë e cila nuk ka argument në sunetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Prandaj do thotë mendimi më i saktë është që hajmalin përgjithësi janë ndaluar, pavarësisht ta kanë to Kur'an apo nuk ka. Kjo fjala e Ibrahimin e Khajit ku thotë kanu yakrahun ata kanë urrejt. Çka është qëllimi kanë urrejt? Te selefi kur përdoret karaha ose karahia urrejtje, qëllimi është që ata kanë pasë haram këto. Po nuk është sikur terminologjinë e dietarët më vonë që me krosh diçka e papëlqyeshme. Mirë, po tek selefi kur thuhet se ata kanë urrejt një gjë, e kanë pasë si gjë të papëlqyeshme, atë qëllimi është që ata e kanë pasë që ajo është haram, është e ndaluar. Prandaj këto fjalë të Ibrahimin e Khajit e ndihmojnë edhe më shumë mendimin aty në dietarët që thonë se hajmalin në përgjithësi pra janë të ndaluar pavarësisht a janë prej Kur'anit apo jo. Kështu që njeriu nuk lejohet kur fan hajmali me ngjin trupin e tij. Pavarësisht a është ajo në formë truzave, apo është formë lkurave, apo është formë të thotë aty në kesave të zeza, të cilat shkruhet diçka prej Kur'anit, apo pi lutjeve, apo pi gjërave të tjera dhe vendoset aty, pastaj mbështillet, edhe vendosen trupin e tyre, në trupin e njeriu, apo të fëmijëve, apo në trupin e kafshës, apo në shtëpi kështu me radhë, përgjithësi nuk lejohet që njeriu me ngjit hajmalia, pavarësisht është prej Kur'anit apo pi gjërave të tjera. Pse kështu? Për arsye se thamë se këto hajmali mund me kanë si rrugë dhe si mjet që dërgojnë deri te shirku i madh. Edhe nuk ka asnjë argument që tregon për lejimin e këtyre hajmalive, nëse themi që janë prej Kur'anit. Po në këto ka në këtë thënie të Ibrahimin e Khajit ka argument, provë dëshmi se si selefi, pra sahabët, e tabiint, e dietarët e mëhershëm
kanë pas kujdes edhe në rujt, ju në largu për gjërave që prekin edhe cenojnë akiden besimin e muslimanit. E tregojnë, e sqarojnë gjendjen në cilën kanë qenë selefi sa i përket shirkut. Pra ata kanë pas shirkun si një gjë, si një mëkat i madh, pavarësisht është i vogël apo i madh, pavarësisht është i shumt apo i pakt. E kanë pas që shirkun, do thotë, nëse njeriu e vepron, atëherë ka bërë diçka që është haram, diçka që është e ndaluar edhe ka ekspozuar veten e tij, do thotë prej, e ka ekspozuar veten e tij para zjarrit të xhenemit. Kurse sot, do thotë, kur Islami jeton në një gurbet, muslimanët e vërtet jetojnë në një gjendje që konsiderohen të huaj për të tjerëve. Pra ata cilët e kanë besimin në akiden ashtu që ka pas pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe shokët e tij, kur njeriu i refuzon këto gjëra, i kundërshton edhe i lufton to hemalie kështu me radhë, do thotë ata tjerët cilët nuk janë rrugën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe shokëve të tij, e shohin që kë është ka bënë punë të keqe shumë të madhe. Po çush po i kundërshton këto gjëra? Madje ka prej atyre që i atribuohen dijes edhe thonë që vetë kundërshtimi këtyre gjërave është për të këqijave më të mëdha. Po kjo tregon se Islami vërtet ashtu siç ka qenë në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, sot është shumë për ata që e praktikojnë janë shumë numër të pakt. Edhe vërtet jetojnë si të huaj mesën e tjerë. Gjithashtu sot e gjejmë që njerëz cilët e lidhin Kur'anin si hajmali, nuk e marrin këtë Kur'an si edhe pse e lidhin trupin e tyre, nuk e marrin si metodë për shërimin e smundjeve që i ka. Po çush kanë thënë disa prej selevëve të marrët. Mirë po, mas shumë të që e veprojnë për shkak të kërkimit bereqetit për këtij Kur'ani. Por nuk e përdorin si mënyrë metodë për mushëru. E kemi pa shpesh ato qaforët apo gjerdanët e arit në cilat do të shkruhet një pjesë e Kur'anit, një ajet i Kur'anit, apo shkruhet vetëm emri Allah e kështu me radhë, njerëz to për çka i vendosin qafet e tyre? E vendosin vetëm për me kërku bereqet për tyre. Jo do thotë si shërim, që ka thonë selefi marrë. E kjo pa dyshim është prej bidatit. Për arsye se këto nuk aludon as Kur'ani, as Suneti, as rruga e sahabëve shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pra Allah nuk e ka zbrit Kur'anin që me kërku shërim prej tij në këtë mënyrë, në këtë formë. Mirë po Kur'ani, Allah subhanahu wa taala ka treguar që kërkimi i shërimit ka këtë tjetër metodë, ka këtë tjetër mënyrë. Pra nuk është kjo mënyra dhe metoda që njeriu do të kërkojë shërim përmes Kur'anit, pra duke e varë ato në qafën e tina, apo duke shkruar në për qafore, në për gjerdana, në për të thot ato zëratarit e kështu më radhë, në për ato stolit që i varë në qafë e kështu më. Kjo nuk është metoda që ka dhasë Kur'an as Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj autori si çdo temë, edhe në këtë temë sjell ato çështjet që përfitohen prej temës. Ne kemi fol pak rreth e çështjeve, ose kemi fol në gjatë dersave, kështu që po i përmendem vetëm shkurt, edhe ku ka nevojë inshallah do ta shpjegojmë. E thotë çështja e parë që përfitohet është definicioni apo përkufizimi i rukjeve edhe i hajmalive. Edhe për këto kemi folur deri të kaluam, kështu që nuk do të zasim më shumë. E dyta thotë është shpjegimi i tiwalës. Çka është tiwala? Po ndërsa të kaluam kemi përmendur që tiwala është magji, cila përdoret për me shkaktu dashuri mes burrit edhe gruas. Sheikh Uthaymini, Allah më shëroft, thotë që në këtë definicion hyn edhe ai rrethi apo unaza martesës apo fejesës. Nëse njeriu beson që kjo unaz ose ky rreth i martesës shkakton lidhje mes burrit edhe gruas, shkakton dashuri mes burrit edhe gruas, atëra ai hyn, do thotë edhe kjo gjë hyn te tiwala. Po pejgamberi sa ka thënë që tiwala është shirk. Po ai që beson se rrethi i martesës dhe fejesës shkakton vetvetiu lidhje dhe dashuri mes burrit edhe gruas, atëherë ka bërë shirk dhe hyn në këtë definicionin e tiwalës. E treta thot Sheikhu ana hadhihi thalatha kulluha min ash-shirk min ghairi istithna. Këto tre gjëra janë prej shirkut, pa përjashtim. Për rukjet, hajmalit edhe tiwala thot janë prej shirkut pa përjashtim. E pse kemi thënë që vetë Sheikhu gjatë argumenteve që i sjell, gjatë fjalë që i thot në këtë temë, e shpjegon që ka prej rukjeve që janë të lejuara dhe nuk janë prej shirkut. Mirë, qëllimi e këto fjalë Allah din më së miri është rukje në cilat ka shirk. Rukje në cilat ka shirk, hajmalit, edhe tiwala gjitha janë prej shirkut. Po vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pe gjëra që tregojnë se ka rukje që janë të lejuara është se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka bërë rukje dhe ka bërë rukje atina, çu kemi thënë gjatë dersave. Mirë po, nuk e ka pëlqyer ose ka preferuar që njeriu me kërku rukjen.
Prandaj më thonë që rukja është prej shirkut, do thotë kjo çështje kërkon shërtim dhe studim, që kemi sqaruar gjatë dersave. Kështu që do thotë rukjet nuk janë gjitha shirk. Ka prej tyre që janë shirk, e ka prej tyre që janë të lejuara. Kurse sa i përket hajmalive, e thamë që mendimi më i saktë i dietarëve që është i bazuar në argumentet më të forta është që ajo gjitha hajmalit janë ndaluara. Po prej tyre ka që janë shirk, e prej tyre ka vetëm që janë ndaluara. Pra ato të cilat janë shkruar në Kur'an janë ndaluara. Kjo është mendimi më i saktë. Kurse sa i përket tiwalas, thonë të gjithë dietarët pa përjashtim ato janë prej shirkut. Pastaj e katërta thotë an ar-ruqyata bil kalam al-haqq min al-'ayn wal-huma laysa min dhalik. Të rukja, po vetë këto pasaj autori merre sjell përjashtimin. Të rukja e cila bëhet me fjalë hakut, me fjalë të vërteta, po ose me Kur'an, ose me lutje që transmeton sunetin e pejgamberit, ose me lutje të përgjithshme. Pra, cilat janë kuptimi i tyre është i njohur, pra nuk janë fjalë të panjohura, të paqarta, të pakuptueshme. Por po bëhet rukja me fjalë të qarta, me fjalë të kuptueshme, gjuhë arabe të pastër. Po me Kur'an, me emrat e Allahut, me cilësitë e Allahut, thotë kjo nuk hyn të rukja që është prej shirkut. Kjo nuk hyn të rukja që është prej shirkut. Po sidomos kur kjo bëhet prej mësyshit apo prej piskimit të akrepit, gjarpit e kështu me radhë. Po këto edhe më herët e kemi sqaruar që autori ka mendimin ashtu që duket, po për fjalët e tina, është që do thotë rukja lejohet vetëm prej mësyshit apo prej piskimit të akrepit, gjarpit edhe kafshëve kësaj natyre. Me po, edhe këto, do thot këtë mendim autori mbështet në fjalët e pejgamberit sa son kur ta thon la ruqyata illa min 'aynin aw huma. Nuk ka rukja vetëse prej mësyshit apo prej pickimit. Edhe ne kemi sqaruar gjatë dersave që ka argumente tjera që do thot tregojnë se rrethi i rukjeve është edhe më i gjerë. Pra lejohet me bë rukje për shembull nëse dikush është i prekur prej sihrit, me magjisë apo prej gjërave tjera. Pra qëllimi këtu në fjalët e pejgamberit sa son është që nuk ka rukje më të dobishme se sa rukja që bëhet për mësysh apo për piskim. E pesta thot anë at-tamimata idha kanat min al-Qur'ani faqad ikhtalafa al-ulama hal hiya min dhalika am la. Thot e pesta është se hajmalia nëse është prej Kur'anit, atëherë dietar kanë mos pajtime. Kanë kundërthënie mes tyre a hyn në rukjen e ndaluar apo jo. E na sqarum do thot këtë çështje. Po thamë që mendimi më i saktë dhe më afër të vërtetës është mendimi i Abdullah ibn Mas'udit dhe nxënësave të tij që rukja nuk lejohet, hajmalit nuk lejon të asnjë lloje. Po gjëra hajmalit janë ndaluara pavarësisht a janë prej Kur'anit apo prej gjërave të tjera. Për arsye se parimi në origjinë është se një gjë nuk konsiderohet e lejuar, e lejuar, përderisa nuk sqarohet kjo ose përmes Kur'anit ose përmes sunetit të pejgamberit. E për hajmalit cilat ka Kur'an nuk është sqaruar as Kur'an, nuk është përmend as Kur'an, as sunet pejgamberit sa son që kjo gjë është e lejuar. Çështja e gjashtë që përfitohet prej kësaj teme është an ta'liq al-awtari 'ala ad-dawabi 'an al-'ayn min dhalika. Sot lidhja e atyre litarëve në qafat e deveve apo në gjëra tjera, me qëllim që me alargu mësyshin, sot është prej shirkut. Është prej shirkut. Sheikh Uthaymeen e thot këto do të bën në çështje, në vërejtje thot në kohët e fundit është shpërndarë mesin e njerëzve në informatë se nëse njeriu ka reumatizëm diku në trup, edhe merr bakrin edhe e lidh në atë pjesë trupit, atëherë i largohet reumatizmi apo dhimbja i lehtësohet. Thot a është kjo saktë apo jo? Thot në origjinë themi që do thon parimet islame themi që kjo nuk është e saktë, nuk lejohet me përdor këto. Për arsye se thot ne nuk kemi argument fetar që thot se lejohet me përdor bakrin për me largu reumatizmin. Gjithashtu thot edhe si argument konkret ose si çështje konkrete ose fizike që ndikon largimin e reumatizmit deri tash thot nuk është vërtetuar, nuk është pohuar që bakri ka efekt me largu reumatizmin. Kështu thot përderisa nuk ka argument as për Kur'anit, as për sunetit pejgamberit sa son, pra nuk ka argument fetar, edhe nuk është vërtetuar ende që reumatizmi bakri ka këtë efekt me largu reumatizmin apo me lehtësu dhimbjen e tina, atë thot mbetet në origjinë në parim që kjo gjë nuk është e lejuar, mirë po është e ndaluar. Çështja e shtatë thot el-wa'idu ash-shadidu 'ala man ta'allaqa watara. Ala man ta'allaqa wataran.
këtë temë përmendet kërcënimi i ashpër për atë i cili e vepron këtë gjë. Po i cili e merr e lidh litarin ose në qafën e kafshës ose pa në formë hajmalis, ose në qafën e tina ose të fëmijës tina, ose gjërat që janë ngjashme me këto. Po këtë temë përmendet që vërtet ka kërcënim të ashpër për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për atë i cili vepron këtë mënyrë. Për arsye se nëse lexojnë fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tregon se kjo është kufër. Kush vepron kështu, nuk është hiç musliman. Për arsye se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar që ai i cili vepron kështu, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është i distancuar prej tij, i ka shkput lidhjet me to, me atë person. Në surën Tobe, ajeti 3 Allah subhanahu wa taala thotë: "Wa adhanun min Allahi wa rasulihi ila an-nasi yawm al-hajj al-akbar anna Allaha bari'un min al-mushrikeen wa rasuluhu." Thot Allah ka shpall që Allahu, pra Allah dhe kjo shpallje prej Allahut dhe prej të dërguarit tina, pa lajmërim, Allah ka lajmëruar edhe i dërguarit tina gjithë njerëzve ditën e haxhit madh, për haxhit fundit, haxhit dom të mirës, ku e ka bë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam haxhin e tina të fundit, po të vetmin edhe të fundit thotë se Allahu i ka shkput çdo lidhje. Allahu dhe i dërguarit tina kanë shkput lidhjet, janë distancu prej mushrikëve. Po kjo tregon se ajo shprehje që ka ardhur, ato fjalë që kanë ardhur hadithën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, se ai i cili lidh në litar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i distancuar prej tina, tregon që kjo vepër është kufër. Pra ai nuk është musliman hiç. Po disa dietar kanë thonë që qëllimi këtij hadithi është që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është i distancuar prej kësaj vepre, jo prej personit. Çush ka thonë Imam Nevaviu. Po disa dietar tjerë nuk e pranojnë këto. Pasi se kuptimi sipërfaqësor i hadithit tregon se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është i distancuar edhe prej personit edhe prej veprës. Kështu që kjo vepër tregon se ai i cili ka kërcënim të madh për atë i cili vepron këtë mënyrë. Ai i cili lidh hajmali, po tregon se ai ka bërë kufër. Ai ka bërë kufër të madh që e nxjerr prej Islamit. Pasi se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam nuk distancohet prej dikujt përveç se kur ai është mushrik. Përveç se kur ai është mushrik. Sidoqoftë, kjo hadith tregon se kjo vepër edhe nëse nuk është shirk i madh, patjetër që është shirk i vogël, është prej gjunave më të mëdha. E thamina, thotë çështja e 8 është fadlu thawabi man qata'a tamimatan min insan. Po tregon vlerën e madhe, shpërblimin e madh për atë i cili e kput një hajmali për një personi. Po kështu Said ibn Jubair që është përmendur ka treguar se ai i cili vepron kështu e ka shpërblimin sikur me liru në ka'adli raqaba, po si me liru një rob, një njeri për i robris. Dhe po, Sheikh Uthaymin thot, a ka argument për fjallës Said ibn Jubairit për këtë që ka pru autori? Thot, disa nëse thuhet që nuk ka argument, atëherë çish ka mundësi që autori po thotë që për kësaj teme përfitohet vlera dhe shpërblimi i madh për atë i cili e kput një hajmali për një personi tjetër. Atëherë themi, nëse themi kështu, atëherë themi se autori këto ka bazuar në bazë të analogjisë, kiasit. Pra se ai e ka shpëtuar këtë person për robërisë shirkut. Prandaj është sikur me liru atë person. Po kur dikush e shpëton dikon për robërisë shirkut, atëherë është sikur me liru ato për shirkut. Bile dohet është edhe shpërblimi është edhe më i madh. Do të arritja është edhe më e madhe, edhe më e fuqishme, për arsye se me liru një njeri për robërisë, për skllavërisë, do të ke liru vetëm këtë dunjë. Ka arrit në lirin këtë dunja, mirë, po nëse e liron ato pri shirkut, pri robërisë shirkut, atëherë do të ke bën një vepër më të madhe, ke bën një vepër më madhështore. Po në bazë të analizisë kuptohet pse ka përmend autori që ai i cili shpëton një njeri, një shpirt prej shirkut, ose sikur më shpëtua ato prej robërisë. Pra që është tamë më herët, në fillim dersit e ka shpëtua ato prej robërisë shejtanit, dhe të nefsit, të shpirtit dhe të dëshirave tina. Mirë po na e sqarom që kur sahabiu thot kjo çështje është diskutuar më herët mesin e dietarëve që kjo një çështje është prej sunetit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ata konsiderohet kjo thënie e sahabiut që është mawquf muttasil, pra që është thënie e sahabiut, pra që është vetëm thënie e sahabiut, e cila nuk ka zinxhir shkputur, pra është e saktë. Apo konsiderohet që është marfu mursal, që është thënia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirë po është mursal, është hadith mursal, pra që ka thënë tabiinit pa përmend sahabin, pa përmend shokun e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Disa dietar kanë xhilaf për këto dy
do thot për këtë thënie. Kur thot sahabia është kjo është prej sunetit. A është për qëllim kjo, është për qëllim tjetër. Dhe po, Sheikh Uthaymin thotë që ne është mirë që mos me shtjellu këtë çështje. Dhe po me lën thënien e sahabit, kur thot kur don me argumentu për një gjë, edhe përmend dhe thot prej sunetit është kështu. Ose përmend një çështje e cila që thamë fillim dersit ose gjatë dersit nuk ka mundësi të thuhet prej mendjes, nuk ka mundësi të arrihet përfundimi e deduksioni logjik, por përmes intelektit, përmes logjikës, atë kjo thënie e sahabit mbetet që është marfu mursal. Pra është thënia e pejgamberit sa son, mirë po që është mursal. Pra nuk është thënia e sahabit, edhe tabiini nuk e përmend sahabin si transmetues mes tij dhe mes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po them që hadithi mursal nëse bazohet në argumente të tjera, atë merret parasysh edhe do thotë argumentohet me të. Mirë po pastaj dietar me Sheikh Uthaymin thotë nëse tabiini e thotë këtë fjalë, po thotë pe sunetit është kështu, apo thotë fjalë ngjashme me këtë, jo në kontekstin e argumentimit, nuk e thotë në kontekstin e argumentimit. Mirë po vetëm e përmend këto, atëherë thotë këtu themi që kjo thënie e sahabit do zhvete me ukuf. Pra është thënia e sahabive dhe është prej sunetit, prej rrugës të shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jo do thotë që është prej rrugës vetë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe çështja e 9 dhe fundit thotë amma kalama Ibrahim an-Nakhai la yukhalif ma taqaddama min al-ikhtilaf li'anna muradahu ashab Abdullah ibn Mas'ud. Thotë këto fjalë të Ibrahim an-Nakhai nuk e kundërshtojnë ato që e tha më herët, që ka khilaf, ka mospajtime mes selefet sa i përket hajmalive që kanë Kur'an, sa janë të lejuar apo jo. Për arsye se thot, qëllimi me këto fjalë Ibrahim Nakhai ka pas nxënësat e Abdullah ibn Mas'udit. Pra nxënësat e Abdullah ibn Mas'udit gjithatë e kanë pas mendimin edhe e kanë urrejt, e kanë pas ndaluar me bajt hajmalit, pavarësisht janë prej Kur'anit apo janë prej gjërave tjera. Edhe këto përfundon kjo temë. Kurse tema që e pason këto është tema ku autori thot man tabarraka bi shajarin aw hajarin wa nahwihima. Ai cili lyp baraqet pini pemë apo pini guri o gjëra të ngjashme kësaj natyre. Po çka është puna me këtë person? E përtojnë inshallah do të flasim derisa të ardhshme. Allahu alem wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.